desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire witness. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start. In the stars, when I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire witness. Wings, with a new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Blumi e mori provimin në lëndën e stimulimit. Udhtimi i saj imagjinari ka dhënë triksave mundësinë që të zotrojnë fuqitë e saj. Ajo ka flamurin e dërgojit, sidoqoftë gjithçka e paguan Kiko i vogël, por ai arrin ta kontrollojë veten fal përtatësisë së tij. Jo, por në të vërtet, këtë herë keni arritur shumë larg. Unë po jap fund kësaj. Stella, çfarë ka ndodhur? Si është puna? Flora po e tepron si gjithmonë. Thjesht po bëj disa eksperimente. Shumë shpejt do të kemi një provim. Nuk po bëj shaka. Kemi gati një muaj që e bëjmë këtë. Unë do të përdor fuqinë e luleve për të shkatëruar fuqinë e magjisë së shtrigave. Veç të keqe ka këtu? Ha, ç'të keqe ka këtu? Nëse se ke vënë re ti, dhoma jote është kthyer në një laborator kimie. Mua më dha leje Blumi dhe për më tepër më tha që do të më ndihmonte për të studiuar. Unë kam kaluar provimin e simulimit, kështu që... Po, disa provime. Ej, mora, ai si ndarsin dhe stormi, nuk kishte e lehtë. E di, më vjen keq Blum. Mos e vrit mendjen, e di që të gjithë janë pak nervoz tani. Të mos shqetësohem? Duhet të shikosh dhomën time. Në rregull, unë i dash leje Florës ti vendoste lulet e saj tek pragu i dritares sepse kam nevojë për më shumë rrezë dielli. Por atëherë ajo i shpërndau dhe vendosi një tufë me melmoza verikosa. Mimoza dhe një poza. Çfarë do qofshin? Dua të them se ajo i vendosi fiks tek pasqyra ime, Blum. Është normale. Ato ushqejnë në reflektimin e dritës. Dhe pasqyra jote është perfekte. No, dhe ti mendon se kjo është normale? Çfarë ka? Ato po provojnë rrobat e mia. Po prandaj quhen denitoza. Nuk më intereson se si i quajnë, ndaloj me një herë. Rrobat e mia, Blum, rrobat e mia të bukura. Stella, nuk janë dhe aq keq. Sigurisht që janë, po veshin këpucët e mia, po përdorin edhe mjetet e mia të kozmetikës. Shikoj, gjithsesi ato nuk kanë shije. S'dinas ti Po kombinojnë. çfarë preki, ato janë vetëm bim. Tekna nuk po ankohet e dashur. Përshëndetje Muza. E ke parë Tekna? Jo, si kam parë që në mëngjes. Keni ndonjë problem me bimët e mia? Çfarë të thuash? Po ne kemi bim në dhomën tonë? Po, i kërkova Teknës të mbante disa farëra në errësirë në garderobën e saj. Tekna! Më në fund erdhe. Unë po kërkoja një palë pantallona kur kjo gjëkaca vjerse më mbërtheu. Muza ishte aty gjatë gjithë ditës dhe nuk buri re asgjë. Se kam për zakon të futem në dollapët e të tjerëve. Në rregull, po përpiqem të qëndroj indiferente, por do të doja të di se çfarë lloj fare rashishin. Ato ishin vetëm 3 s. 3 s? Sequila, se prolifera, swifta. Çfarë? Se kisha menduar që do të rriteshin kaq shpejt, të betohem që nuk e kam iden. Në rregull, Tekna. Lidhe veten, mos bëj ashtu. Merr frymë thellë. Tani le të qetësohemi. Tekna, më vjen shumë keq. Është gjithçka në rregull, Flora, por unë mendoj se ato bishtajet vrasëse duhet të ikin. Ke të drejtë. Do të marrësh gjithçka për 1 sekond. Pastaj do të shkoj bashkë me gjërat e mia në moçali me balë të zezë. Moçali me balë të zezë? Dhomat e Alfeas nuk përshtaten për eksperimentet e mia. Por ti nuk mund të shkosh në moçal. Ne e njohim të gjithë atë vend. Është e tmerrshme, nuk duam që ti të shkosh atje. Dakord? Vajza! Duhet ta marrë si po apo si jo? Nuk më besohet.
Flora po përgatitet për provimin e saj më të madh. Bloom, ne duhet të studiojmë të gjithë. Por kur studiojmë, nuk duhet të pryshim rrobat e saj. Dhe as nuk përpiqemi ta mbysim atë. Eja një vajza mos u tregoni kaq të ashpra me të. Provimi i Florës po afron dhe sidoqoftë, unë i premtova Florës se do ta ndihmoja. Nga anët e mia premtimet mbahen gjithmonë, dakor? Akoma nuk më besohet? Së më kishte shkuar kur në mendje që do të më ndiqni deri këtu. Po, as mua. E vërteta është që s'mund të linim të vije vetëm këtu. Ndoshta me raste jam pak dinake, por të duan shumë. Shpresoj që qëndrimi në këtë kamping të mos zgjas shumë. Nëse më ndihmoni të gjej këtë lule magjike, s'do të zgjas as pak. E shikoni? Kjo është gladiola e gëzuar. Lule shumë e bukur, por je e sigurt që mund të gjendet këtu rrotull? Absolutisht. Ekosistemi i këtij moçali është i larmishëm. Për çfarë të duhet me saktësisht? Vajza, esenca e gladiolave është një ilaç kundër magjisë së shtrigave. Shumë mirë atëherë. Çfarë po presim? Shkojmë të gjejmë lulen që të mund të kthehemi. Nuk është aq e thjeshtë. Ajo është lule shumë lozonjare, si lejon njerëzit ta Mos kapin. më thuaj që duhet ta bëjmë të na ndjek pas me dëshirën e saj. Kam mbyllur punët me bimët që ecin. Në të vërtet, duhet ta bindim bimën që të na dhurojë një nga petalet e saj. Pastaj do të përdor një pikë të kësaj përzierjeje në shpikjet e mia dhe shikoni. Ajo ishte e shpejt. Mund të krijoj një numër të pafund të petalesh artificiale. Kjo është fantastike. Le të kthehemi me njëherë punës. Ndërsa ti Kiko qëndro këtu, në rregull? Ky vend nuk është fare i përshtatshëm për të ecur ti. A mund të qëndroj edhe unë? S'do të lëviz që këtu, të premtoj. O, Stella, të lutem, mos fillo të ankohesh që tani. Kush po ankohet? Thjesht bëra një pyetje. Pastaj do të kthehemi më njëherë në Alfea, apo jo? Oh, jo, përse janë moçalet kaq? Moçalor? Komentet e tua janë të pavont, Muza. Po ashtu dhe veshja jote. O, dhe ti tani, ky është një moçal me bal dhe jo një sfilat mode. E qënë kjo këtu? Një Winx është gjithmonë Winx. Dhe në... Stella! Është atje. Stella, je mirë? Jo, nuk jam mirë. U bëra pis dhe jam e lodhur, po më dhëmbin këmbët nga e gjithë kjo rrugë. As sikur ta gjenim atë lule koti. Mos fol. Jo, nuk dua të hesht. Ti the se do ta gjenim dhe... Shiko, Stella, atje tek uji. Wow, janë shumë të bukura. Po, dhe janë shumë të vogla. Pas ka njerëz. Jo, prit, ju lutem, nuk duam t'ju bëjmë keq. Ne jemi me keshat tuaja dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj. Vend magjetësës. Shikoni lulet, zambaket, gladiolat e gëzueshme. Sirenat bën mirë që na sollën këtu. Jam e sigurt që do ta gjejmë atë që po kërkojmë. Çfarë ke e dashur Stella? Ta hëngrim atë gjuhën apo çfarë? Shikoni aty, në ujë. Është një qytet i vogël. Fantastike! Sirenat jetojnë në fluskat e ajrit që bëhen në gjethet e zambakëve të ujit. Stuam të tregojmë të pa edukata, po kemi një problem të vogël. Nuk mund të ftojmë në shtëpinë tonë. Ju jeni të mëdha dhe ne nuk kemi vend. Por mbretëresha jonë shprehu dëshirën që të takoj, na ndiqni. Jemi shumë të lumtur që ju kemi këtu. E shihni që nuk para na vin vizitor. Faleminderit për mikpritjen tuaj të përzemërt. Mos duhet të kenë lartë vogëlsia juaj në vend të lartë madhëria? Madhëria juaj, thuaj madhëria juaj. Duhet keni bërë rrugë të gjatë dhe ndoshta jeni pak të lodhura. Mund t'i ofrojmë ndonjë pije floskuese? Në të vërtet, ne duam vetëm të prekim petalin e një gladiole të gëzuar. Mundemi? Sigurisht që mundeni. Mund të them se ju keni shumë respekt për natyrën. Por, në fakt, na duket e pabesueshme që nuk ju ka takuar askush më parë. Ne ekspozohemi shumë pak. Ne e dim ku të fshihemi kur duhet. Duhet ketë një arsye pse këtej rrotull vijnë kaq pak krijesa të tilla. Ndoshta keni dëgjuar për dikë të quajtur përbindshi i madh i ishullit të zi. Çfarë? Këtu jeton një përbindësh?
Po, për fatin ton të keq. Po të shikoni nga Joan, direkt pas asaj mjegullës, do të shikoni një ishull në mesin e moçalit. Dhe në atë shpellën në ujore, poshtë ishullit, jeton ajo krijese të mërshme. Është një gjigant i tmerrshëm, i cili kërcënon çdo ditë njerëzit e mi. Po atëherë pse nuk shkoni diku tjetër? Sepse ekzistenca jon varet nga një bime e quajtur Xilith, dhe ajo mund të gjendet vetëm në atë ishull. Me durim dhe përpjekje të mëdha ne arrim të përftojmë një material të fortë dhe transparent. Atë e përdorim për të krijuar fluskat në të cilat jetojmë. Pa Xilithin ne duhet të jetonim mbi ujë, ku na presin mbrapitçarët. Por përbindshi i ishullit të zi na e bën shumë të vështirë mbledhjen e gjetjeve të Xilithit. Secili nga ne duhet të dalë vullnetar një herë për të shkuar dhe për të marrë të paktën një gjethe. Këtë herë pati radhën Lusizi. Po pse? Çfarë ka? Çfarë i ka ndodhur? Do të na thuash? Ajo s'u kthye më. Është e tmerrshme. Ky është fati ynë, vajza. Ne kemi kohë që jetojmë në këtë mënyrë. E po, mund të them se ka ardhur koha që gjërat të ndryshojnë. A jeni gati, vajza? Por derisa je gati ti Blum? Mrekulli. A dëgjuat ndonjë gjë ju? Jo, nuk dëgjova gjë. Nuk e di, vajza, po mendoja. Mbretëresha tha se përbindshi është shumë i madh, por duke u nisur nga përmasat e saj, kështu që përbindshi duhet të jetë një madhësie mesatare. Apo jo? Mund të jetë kështu. Çfarë është kjo? Ndoshta iku. Ku shkoi kështu? Mrekulli. Po tani na ka mbetur vetëm diçka për të bërë. Duhet ta shpëtojmë muzën patjetër. Dakor, por si ta bëjmë? Uji nuk është elementi ynë. Mund të përdorim fluskat e ujit ashtu siç bëjnë sirenat. Mua më duket ide shumë e mirë. A jeni gati? E vë në dyshim? Dhe tani përpjekjen e fundit. Lanx Luminas. Shikon ndonjë gjë? Aty poshtë, drejt fundit. Shkoj në shpellën e tij. Le të shkojmë. Çfarë po ndodh? Duhet të dalim që këtu me një herë, vajza. Shpëtuam për pak. Po ku jemi kështu vallë? S'kam qenë kurrë më parë në këtë vend. Nuk e di, por duhet të jemi në një ishull. Nëse është kështu, vajza, mendoj se duhet t'i hapim sy të mirë atëherë. Përse? Përbindshi u largua, apo jo? S'kemi përse të kemi Përbindshi s'është larguar, thjesht është futur në shpellën e tij. Flora, e ke idenë se ç'lloj pemësh janë këto? Duken tamam si shelgje të kuq. Zemër, doksima ime është shumë gjitëse. Duket sikur janë mbjellë në një mënyrë specifike. Është tipike e këtyre pemëve. Ato rriten në formë spirale rreth drejtuesit të tyre. Këto pemë kanë drejtues? Sa për të qeshur. Ja vendosur në mënyrë të tillë që të çon drejt drejtuesit të tyre. Sa vend i bukur, apo jo? Është shumë qetësi. Dëgjoj zogjt.
Në të vërtet nuk i dëgjoj. Të desha të them, a nuk të duket e çuditshme? Jo, s'më duket dhe kaq çudi në fakt. Oh, çfarë arome këndshme E vajza. verifikoj unë. Është më mirë të studioj përbërjen e saj një herë. Jo, s'mund të jetë e vërtet. Kjo substancë është gaz që të vën në gjumë. Vajza, vajza! Pa, dhe këta shkëmbim janë si jashtëk të rehatshëm. Sa të bukur. Stella, mos merr frym, mos merr frym. Jo, zgjohu, Stella, mos i mbyll syt, të lutem. Po, në rregull, vendose zilën në shtat. Lora, Muza, zgjohuni dhe mos lejoni të marr gjumi, ju lutem. Zgjohuni vajza. Tekna, jemi shumë të lodhura. Po, me lërë të qeta. Tekna, Blum, unë duhet të qëndroj zgjuar. Shiko atje, Tekna. Mendoj se është pema drejtuese. Pema për të cilën na tha Flora. Shikoj e livadhin. Kafshët kanë rënë të gjitha në gjumë. Dhe atje te në shel duhet të jetë Lucy i vogël. Blum, O, Tekna, më vjen keq, por do të bëj një fluckë oksigjeni. Po të lënje të hapur, që të dalë ajri i keq. Faleminderit, Tekna. Mirë se u ktheve nga bota e ëndrave. E bën shelgu. Ata aromën gjumë diell se e bën vetëm shelgu. Në rregull, le ti futemi punës. Ku jam unë? Çfarë ka ndodhur? Fite dritën. S'ka rënë akoma Zilja. Marish këtë gjë. Bëni diçka shpejt. Qetëso, Stella, është thjesht një insekt i vogël. Sa është pifur. Funksionoi. Me sa duket janë zgjuar të gjithë. Po, dhe jo vetëm ata. Shiko pak për rreth. Të gjitha kafshët janë zgjuar. Jemi sërish me ju, vajza. Mrekulli, na ndihmoni të bëjmë një fluckë më të madhe oksigjeni. Ti je Luciza, po jo? Dhe unë e di cila jeti. Nuk di si të falenderoj që më zgjodhe. Po, nga e diti se cilat jemi ne. Gjatë të gjithë kohës që isha në gjumë, pata kontakt telepatik me botën që më rrethonte. Kështu që e dija që po vinit ju. Përbinshi! Jo. S'është ashtu si mendoni ju. Përbinshi s'po vjen, ai është këtu. Më fal, por nuk të kuptova. Më lërë të ta shpjegoj. Edhe në këtë moment që po flasim, jemi si për përbindeshit. Siç u thash më parë, ndërsa isha në gjumë, mbajta një kontakt telepatik me këtë vend. Kështu zbulova të vërtetën. Ishulli në të vërtetë është një breshkë e fjetur. Kjo u arrit fal pemës së shelgut. Përbind që i shpellës nuk është gjë tjetër veç se koka e breshkës që futet dhe del nga zhgualli i saj? Dhe tronditja që ndjem duhet të ketë qenë përpjekja e breshkës për t'u larguar nga moçali. Nëse kjo që po thua është e vërtet, atëherë të paktën e keni zgjuar. Jo, fatkeqësisht, fuqia jote magjike kapi vetëm një pjesë të vogël të këtij zhgualli të stërmadh. Këto krijesat e gjora kanë rënë në gjumë prej disa vitesh. Flucka mbrojtëse do të zhduket sapo të ikim ne që këtu. Pastaj gjëra do të kthehen menjëherë si më parë. Oh, çfarë? Bëni kujdes. Oh, kujdes! Ai po tërbohet. Ej, ti më ndjemath. Tani do të shndërroj. Kjo do të mësoj të mos merresh me krijesa që janë më të vogla se ti. Sigurisht, rënjët, aty më duhet të luftoj. Zhytu në ndhe. Ja dolëm. Po, ja hoqëm të gjithë magjin Është breshkës. një tjetër fitore për Wingsat. Ai vjerë sërish i pastër. Ai dëgjoni këtë zë të mrekullueshëm? Sërisoj që Cicerojnë tani pa që e dëgjoj. Jo, mikeshat e mia, e kisha fjalën për një zë më të fortë, zërin e natyrës që është zgjuar. Si mundemi ne t'ju është problem? Ju na kthyet Lucizën dhe na liruat nga një frikë dhe ankthi të mërshëm. Oh, me qëra fjalla tek përbinqi, apo breshka, si mund ta quajmë, çfarë të bëhet me të? Shiko atje, tek moçali. Hej, bëhet!
ecën. S'ka ndonjë shpejtësi të madhe, por po ecën. Ajo krijes tashmë është e lirë dhe po ndjek rrjedhën e jetës që i ka caktuar fati. Po çfarë do të bëni ju tani? Ju thatë që bima e Xhiliti tritej vetëm në zhguellin e breshkës. Para se të largohej, breshka në la shumë gjetha. Do të jemi mirë për disa kohë. Jemi përpjekur të arrisim vetë këtë bim, por s'ka funksionuar për fat keq. Herët apo van, duhet të jetojmë pa gjethet. Nëse kjo është dëshira e natyrës, kështu le të bëhet. Prisni një sekond. Edhe në natyrë mund të përdorë një përforcues, ndonjëherë. Flora, më thuaj çfarë po kërkon? Formulën time të rritjes së menjëhershme. I mban mend pikat e mia magjike? Shikojeni madhëria juaj. E mrekullueshme. Të lumt, Flora. Shkëqyeshëm. Po tani a do të na lejoni ta përdorim dhomën tuaj për një eksperiment të vogël? Nga kjo që na ndodhi, unë them se duhet të mendojmë edhe një herë për këtë zgjidhje. Oh, pa problem, vajza. Ju betohem se që sot e tutje do të bëj sa munden me hapësirën që kam. Zonjusha, s'dim si t'ju falenderojmë për gjithë shka që keni bërë për ne, por në shenjë mirënjohje të thellë, duam t'ju dhurojmë këtë, Flora. Gladiolat e gëzueshme. Kjo lule la vetëm të kputej vetëm për ty. E dim që do ta trajtosh mirë. Sa po të arri në shtëpi do ta vendos në tokën më të mirë. Kjo është fantastike. Tani është e sigurt që do ta marrësh provimin si gjithmonë. Faleminderit, Blum. Nesër e ke radhën ti apo jo, Stella? Oh, jo. Në serin pasarse, do të ndiqni konkursin e Miss Magic. A do të marrë pjesë Stella? Mirta i kërkon Lucy Shtrigës të marrë pjesë, por ajo do të përdor triksa dhe magjin për të fituar. Festa do të vazhdojë dhe argëtimi është i sigurt.